Në 86 mund të themi se fillon interesimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Për një Kosovë, do më thonë, si entitet që ka qenë edhe atëherë entitet i pavarur. Në vitin 90, do thotë unë kom qenë përfaqësues i Parlamentit të rinor një organizate politike atëherë të rinis, me delegacionin e madh të Kosovës, masi që u shpall Republika e parë që shko qef Albini me i thonë, pa jo është e para dhe e fundit, se s'mund të ketë kur ma Republikë tjetër. Republika e Kosovës është një e pandashme, projekti përhershëm, i përjetshëm, sa të ketë shtete mbi glob. Dhe kom qenë pjesë e delegacionit cilit i ka prit doktor Ibrahim Rugova, do më natyrisht si subjekti maj madh atë politik Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë qenë Partia Social-Demokrate, Partia Fshatare, Partia Republikane, edhe kanë qenë intelektual pavarur në delegacion. Dhe aty praktikisht Recep Qosja, Femi Agani, Qosja, Arullah Gorani, Shkelzen Maliqi, Xhen Maliqi, Su Berisha, Anton Berisha, Tom Berisha, Dudjeta Pula, më vjen shumë keq Dudjeta Pula, bravo. Më vjen shumë keq që shumë prej atyne njerëzve, grave dhe burrave të mëdhaj të Kosovës nuk jetojnë më, por se ata e kanë me tash po flasë edhe në vetën e parë, e kemi hop derën, do më thonë, në Capitol Hill, në Kongres, edhe në Senat Amerikan, ku kemi qenë të pritun nga Bob Dole, Benjamin Gilman, Tom Lantosh, edhe 10 kongresmen tjerë, edhe tash merrem me men në qeverisjen e shpresës kemi met në Reç Torresin. I vetmi kongresmen që ja qel derën kosovare sot është Reç Torres dhe kurkush tjetër. Fatkeqësisht. Këtë se dim, tamam. Të mund na thonë se tash flitet me këto postulatet fisnore, kanunore, primitive, baba. E baba i krejt kësa ideje ka qenë Gjo Diogardi, një arbresh, një shqiptar i mirë, një arbresh i cili praktikisht ka ronë kontakt ndërpart me administratën Clinton, edhe na i ka bon të mundshme do më thonë që ne të dëshmojmë për dhunën masive të Jugoslavisë atë për kasisht servis mbi shqiptarët e Kosovës. Prandaj kjo mund t'jetë si dita e kthesës dhe mos me u lëshu ma gjatë një histori, do të se u thanë edhe prej deputetëve nderuar këtu. Historia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndoshta si histori e një familje, si histori e nanës me fëmijën e vetë. Sepse është e pandashme. Fëmija Kosova është fëmija Amerikës. Fëmija Amerikës. Kosova është fëmija Amerikës. Fëmija Amerikës, pa dyshim. Sepse fatkeqësisht nuk është fëmijë Shqipnisë, që përjetojnë këta nacionalistët e ri. Sepse Shqipnia s'ka luftu për Kosovën, asnjëherë, asnjë ditë. Po ka luftu, është pilot, vajzat dhe burë dhe djemët matë mirët Amerikanë, në projeve e maleve të Kosovës kanë gjujtë bomba. Prandaj, jo veç edhe një fjali kushtim dhe për kaloj fjallën të kolegë tjerë, e kum panë këto, në këtë vitin e fundit sidomos, ma pak në administratën e parë thamë, një farë frige, një farë hezitimi, një farë tërheqje, thuse Donald Trump është një monstrum. Donald Trump është republikani maj mirë edhe maj fuqishëm që ndërherë e ka shkel shpinë e bardhë. Për te i republikani? Absolutisht, ashtu e merën shqiptarët. Mos thëmë po shqiptarët, po Ballkanasit janë shtyën hala në megja. Që është një relikt primitiv i shekullit 16-17. Dhe nuk e shohin që Donald Trump është garancia e vetme e NATO-s, e NATO garancia e vetme e Kosovës. Pa NATO-n, harone Kosovën e Albinit edhe të kujdo tjetër, se nuk ekziston. Pa umbrellën e NATO-s, Kosovë, shtet, soveran, i pavarur, nuk mundet me ekzistu. Prandaj e këto unë e po besoj. E ka kuptu edhe Zoti Kurti ma në fund, me nja 3-4 hopa për cilë do të flasë ma vonë. Bashkë me leo në studio Zoti Kosov Gjoci, kolegë gazetar, po ashtu pjesëmarrës në programin Open World në variantin e gazetarisë. Dhe kam përshtypjen që ti fundit nga ne që ke marrë pjesë në ndonjë program
të